Miq të emisionit Koha Shtesë, sot jemi për të folur se përket ndeshjes Serbi-Shqipëri. Koha ka kaluar, ditët po vinë dhe në datën 11 tetor do të luajmë pikërisht atë transfertën jo më të Beogradit, ndoshta na ka humbur ai titulli i bukur nëse Shqipëria fiton kundër Serbisë, nuk mund të themi dot që Shqipëria fiton kundër Serbisë në Beograd, por Shqipëria do të fitojë kundër Serbisë në Leskovac. Megjithatë nuk është një problem shumë i madh ky i titullit apo i rëndësisë nëse do të fitonin në Beograd apo në Leskovac, me rëndësi është Shqipëria të fitojë dhe Shqipëria të ketë atë shanse në ardhmë për të marrë vendin e dytë për herë të parë në histori. Për këto dhe shumë tjera do të diskutojmë sot me një mik faqes tonë, me Redian Arën, që jemi gjithmonë duke komentuar listat e Shqipërisë. Redian, përshëndes. Përshëndetje Claudio. Si që ti, nuk ka rëndësi fort ta fitojmë në Beograd në Leskovac, rëndësi ka se fitojmë në Serbi. Kërse shpresojmë se fitojmë. Kjo është e vërtet, Redian. Dhe kur flasim pikërisht për të vendin e dytë që ne kërkojmë patjetër, dalin të ato kritikat e mëdha për Silvinjo, shpeshherë me drejt, shpeshherë me pa drejt, është gjykimi subjektiv sigurisht, por ajo që përshtypje ishte në konferencën sot përshtyp të Silvinjos, trajneri u shpreh që ndeshja me Serbinë është e rëndësishme, tha, por nuk është decisive sepse do të kemi edhe të tjera ndeshje për të luajtur. Pra, trajneri nënkupton se Shqipëria do të futet në Serbi për barazim dhe jo për fitore, ndryshe nga gjithë se çfarë presin njerëzit, që presin fitojmë me Serbinë për të marrë atë vendin e dytë. Trajneri po bën disa kalkulime duke nënkuptuar që edhe me një barazim me Serbinë ne jemi në lojë, duke pritur disa kombinime të tjera dhe që Shqipëria të fitojë me Anglinë në shtëpi. Po se sa e mundur është ti të fitosh me Anglinë në shtëpi apo të fitosh me Serbinë jashtë, kush është më e lehta? Kjo është ajo që mund të diskutojmë sot. Po, tash për mendim tim është më e lehtë me fitu me Serbinë përderisa ka një ekip më pak cilësor se sa Anglia, sepse edhe ekipi i tretë a katërt e Anglisë prap ka më shumë cilësi, se i ke tonë nëpër Premier Liga dhe nëpër Championship-at paktën. Tash, ai me la me kuptu mu se ai shkon aty thjesht për mos me hup, siç e kena pa tash sa neshe, siç e ka ves. Barazimi nuk është e kënd gjë e keqe, na smundojmë duhet 100% me fitu, duhet me shku për me fitu, se kja është rasti i fundit, edhe mos mu pagan neshe për botror prap, kur lun kundër Serbisë është derbi, është rivalitet, duhet me lut për me fitu, se nesha vlen më shumë se sa krejt kualifikimi, për mendim tim. Tash, a shkojmë aty me lejtar sulmit, me 4 sulmuesa në lojë, me lut futboll sulmuesen nuk besoj, po paktën duhet më kanë gati për me lut me kundër sulme dhe me kërcënu portën e Serbisë. A mendon se në fund mund të jetë kjo skema fituese ndoshta, sepse më kujtohet edhe ndeshja e Beogradit me Debiazën, kemi bërë po të njëjtën gjë dhe në fund po rezultonte shumë ide e zgjuar, si më thënë, sepse Serbia na dominoi për 38 minuta, ishte vetëm Serbia në fushë, vetëm Serbia prezente, por në fund duke arritur që ne të rezistonim, të bënim ballë sulmeve të Serbisë, duke kthyer gjithë brapa, në fund kishim edhe atë 7 minutshin ton, për që ishte 7 minutë ndoshta më i rrezikshëm dhe më efikas se sa i Serbisë. Pra, nëse Shqipëria edhe me Silvinjo tani do t'i bënte ballë Serbisë për 40 minutat e para, a do të ishim ne më afër fitores pse? Po, tash na nuk mund të pretendojmë me shku në Serbi edhe me lujt na ekip sulmuese. Tash 60% e majtës tope s'ke shans me majtë në Serbi, nëse kena majtë në Shqipëri ku e kishim venin për me lujtja të tip futbollit, kështu duhet me lujt mbrojtja, pastaj duhet me sqyr ku mund me gjetë ndonjë hapësinë për me bë golat. 40 minuta parë se ti mund më kanë mbrojtja, më kanë mbrojtja edhe krejt pjesën e parë, pastaj në pjesë dytë mund me hi pak më shumë në fazën sulmuese. Por rëndësi ka thjesht me pas ata mundësi për me dalë në kundërsulme me një Armando Broj ose me një Arber Hoxha, si munden me shpërthyje, munden me çfarë mbrojtjen e Serbisë në kundërsulme. Atëherë, nëse del goli del, nëse nuk del, s'kena çfarë bëjmë, por duhet më kanë gjithmonë gati për paktën me bëdhe çfarë. A e përkëdheli egon e ti Silvinjo në lidhje me rastin Ernest Muçit? Pra në momentin kur Ernest Muçi luante te Beshiktashi, luante dhe nuk luante, vinet e Shqipëria nuk hynte në fushë, por që sërish ishte aty në stol, si më thënë, trajneri ishte disi detyruar. Sa po shkonte Trabzonspori dhe bën 2 ndeshje shumë të dobta, trajneri me rastin e parë e lënë nuk e thret më, as në stol nuk është, as në tribun nuk është, por është komplet jashtë liste. Ai ishte një vendim që Silvinjo, si më thënë, i thatë gjithë atyre kritikëve të tij në lidhje me rastin e Ernest Muçit, që shiko, pas kam unë drejt, kisha unë drejt,
dhe tani duhet të eshin gjithë sepse Muçi s'po luan në as të Trabzonspori. Ato duk kështu? Po, ja, dashjo ashtu duket edhe mund është me thonë ka pas drejt, mos ka pas drejt, po për menim tim, kur thirret dë lejtarë në kombëtare, nuk duhet me menu për ego, nuk duhet me menu se kush ka drejt ajo. Tash, në këtë rast, normal duket si kur ka drejt Silvinjo, se nuk e ka vlerësu fort si lejtar, ka thonë ka probleme, ka për shleshe këto, edhe jo ashtu i ka ndalë fjartë. Por, ki edhe shumë lejtarë tjerë në ekip, si nuk janë tu ecë mirë në ekipet tëne në për klube, edhe prapë thirr për me i dhanë zemër, për këndë me i dhanë vetë besim. Po. Jo, nuk e ban fort me Muçin. Me Muçin, sa e ka rastin për mos me thirr, nuk e thret. Kur është në super form, me zi e merr ftesë. Kur nuk është në form, lihet jashtë. Kështu se për mendim tim është një mënyrë gabuar për me mblidhë kombëtar. Por kishte një debutim në këtë listë. Ishte Klisman Cake, ë? Tani Silvinjo në thonjë za provokon Serbin duke marrë një ballis me vete në Serbinë, në Leskovac, është pikërisht Klisman Cake, marrim shkas ballis për shkak të ballisëve të cilët janë shkëndijësit e Tovës, por është dhe një rast krenarie për shkëndijën e Tovës, e cila gjen përfaqësimin e saj te kombëtare e Shqipërisë, ekipi i cili luan në Conference League që bëri ato kalimet fantastike të tureve në këtë verë dhe Klisman Cake është pjesë e kombëtares tonë. Është më shumë një vlerë e shtuar simbolike, apo jo? Po, besoj 100% që është simbolike, për mu më pëlqen shumë kja rast, sepse e ka meritu shkendia me pas një lojtar shqiptar, se janë të kalu një moment shumë bukur. Ja, shkunën deri në Conference League, pasha dhe gje me Raja Vallecano'n, ishte një neshë vështirë, po u paraqiten në mënyrë dinjitoze. Po, dinjitoze, absolutisht. Edhe ky Klisman Cake më ka pëlqyer shumë me shkendijen, edhe në eliminatore, edhe tjesë lujti. Besoj se ka meritu këtë ftesë dhe më bëhet qefi shumë. Edhe si është te ballistet janë prej Tetovës, kërse pse mos me pasi lojtar tetovar aty. Redian, flasim për ballistin dhe ngelim te ballisti. Ballis Morina nga ana tjetër ka filluar numërimin mbrapsht në Facebook, një numërim mbrapsht i cili ka shkaktuar disa si mund ta themi diskutime në rrjet, sepse ka dhe një gjë të pakuptim deri diku për faktin sepse ai numërim mbrapsht i ballistit përkon me datën 14 tetor dhe jo me datën 11 tetor, e cila është ndeshja e tanishme e Leskovacit, por shumë kush beson dhe kështu duhet jetë logjika që Ballis Morina nëpërmjet këtij numërimi në fund do të jetë ai 3-2-1-shi i famshëm brenda një dite dhe jo 3-2-1-shi për dalë data 14 si për të thënë që do u përsëritë e njëjta gjë çfarë ndodhi në Beograd edhe në Leskovac. Ti mendon se do të përsëritet e njëjta gjë si në Beograd dhe në Leskovac, por të erë pa dron sigurisht, sepse është një ide e vjetëruar dhe Serbia do t'i marrë të gjitha masat e mundshme për të mos ndodhur e njëjta gjë me dron. Po deri ku mund të shkojë fantazia e Ballis Morinës? Tash kjo është çështje e komplikuar, nuk e di se Jo, po të pyes ty vetë, e beson se mund ndodhi diçka? Ja, po them, unë nuk e di se si mendon ai, çfarë planit ka. Unë besoj ndoshta në për Serbi ose në për Leskovac si qytet, mund bëjnë të shah. Po në stadium nuk besoj edhe nuk shpresoj se no, sepse e kam pa thonë prej fillimit, këta neshje duhet më bë thjesht në fush me futboll edhe jo me gjëra skandaloze nëpër tribuna. Nuk besoj se no, por kush e din. Ti thua jep më shumë shanse që mund ndodhi diçka brenda qytet, por jo në stadium. Po, në qytet po, në stadium s'besoj. Sepse është pak më e lehtë për të arritur, sepse ka dhe shqiptarësh më afër me Prishtinën. Po, është 100% më lehtë, edhe përderisa është një stadium shumë i vogël kja e Leskovacit, e menaxhojnë më mirë serbët, policia, qeveria, çan këta, kurse mundet me kontrollu situatën. Kurse ajo tjetra ishte stadiumi i hapur në 55.000 vend, aty si ishte asgjë në kontroll, kurse ishte më lehtë për me bë këtë gjë. Në Leskovac nuk besoj. Po e bëri dhe aty do të ishte çmenduri, po ne kemi thënë që duhet ndërtuar statuj pastaj për Ballis Morinën sepse na çoi për herë të parë në Evropiadën, na çoi për herë të parë në botëror, nuk e di se çfarë Ballis Morina do ishte vetë kombëtarja, si më thon. Fix. Është i takon. Atëherë Redian, dua që të ndalemi pak edhe tek mungesa e 19-it. Është lojtari më në formë i Championshipit, kampionati i dytë, niveli i dytë i futbollit në Angli, është shqiptari i cili ka më shumë vazhdimsi, sukses, asistime, gola, të gjitha rekordet flasin për të, por mungon. Është një lojtar që Silvinjo e thiri kur pakush nga gjithë ta gazetarët që sot flasin për Adis Mehmetin, nuk e njihin askush përveç Silvinjo, si më thënë. Ndërsa tani që e njohin gjithë me gazetarë, me media, me gjithë, Silvinjo nuk e thret.
pse duket kaq kontradikt për një lojtar që ti e ke thirrur vetëm në fillim dhe tani në momentin e tij më të mirë nuk e thret. Ndërkohë që e thrisë dikur që nuk ishte fare në të nivelin e sotëm. Tash me thonë drejtën, në këtë çështje unë se kuptoj fare. Si ishte vetë, aja ka pa thirrë kur s'kishte emën hiç fare, kur nuk ishte në formë me Bristol City në vetë, dhe e thirrë për neshe goxha decisive, siç ishte nesha kundër Polonisë jashtë, se ishte nesha parë e Europianit. Por tash si kena kalu një moment si na duhet një lojtar tillë dhe është ky në moment super, është në formën më të mirë të karrierës. Muajin e fundit ka 4 gola dhe 2 asiste në Championship. Një nga golet i ka prej 50 metra, jo 50 pa bëj shumë, po 30 paktën. Ishte super gol. Është në formë mirë dhe na duhet si lojtar. Por Silvinja nuk e di çfarë problemi ka me te çaj, 100% ka null aty. Tash unë nuk e di se çka ka null, po nuk besoj se është çështje e futbollit ose çështje meritokracisë, besoj se ka diçka tjetër. Se ndryshe unë logjikisht nuk mundem me shpjegu. Silvinjo i friksohet shumë karakterit lojtarëve dhe në bazë fjalëve të Silvinjos, te Shqipëria pas ka shumë lojtarë me karakter të keq. Edhe po lexoj edhe pak atë intervistë në konferencën për shtyp sot, ku Silvinjo u shpreh që nuk dëshironte që të merrte më shumë lojtarë sepse do përfundonin në tribunë dhe kjo do sillte atmosferën e keqe në skuadër. Në potin e mënyrë, Silvinjo u soll edhe në Europianin e Gjermanisë duke na befasuar gjithëve, teksa ne u gëzuam kur doli lajmi që do të rritej numri i lojtarëve që mund të grumbullohesh në Europian dhe ne thamë, ok, shiqur tani nuk do të kemi më raste gjimshitje, rashitse etj. Me radhë. Ndërkohë, Silvinjo doli kundër kësaj ideje duke kërkuar një numër më të reduktuar lojtarësh, pasi sipas tij është më mirë kështu, që gjitha polemikat të ndodhin aty për më vonë në Gjermani të mos ndodhe më asnjë problemi këtij lloji. Gjithsesi, edhe ky numër i reduktuar i lojtarëve i solli problemet, sepse siç u fol në media, kishte probleme me Ismailin, kishte probleme me Berishën, lojtarë të cilët kërkonin të luanin titullar, por që Silvinjo nuk e la mundsinë. A shikon edhe këtë pak problemin e karakterit keq të lojtarëve, sepse trajneri është aty për të menaxhuar, por në disa raste është më mirë mos ta marrësh një lojtar të mirë nëse ka një karakter të keq, sepse karakteri është shumë i rëndësishëm në futboll. Ne kemi hyje si Balotelli apo hyje të tjerë futbollit botror, të cilët nuk ka bërë dot kur futbollist për shkak të karakterit të tyre. Po, tash lojtar me karakter të keq nuk i den kurkush, as tifosi nuk i den, as lojtar të skuadrës nuk i den, as trajneri. Normal se nuk i den kurkush. Po përderisa shohim lojtarët tonë, një lojtar si Anis Mehmeti, se lët për çdo javë, apo çdo 3 ditë në Championship, edhe nga një 10 kilometra, 11 kilometra poshtë neshe, atëherë unë nuk besoj se ka problem karakteri ky si lojtar, se nuk lët ose nuk ban ça thot Silvinjo. Unë thjesht besoj se Silvinjo ndoshta nuk din me i menaxhu lojtar të tillë, siç janë Armando Broja, Ernest Muçi, Anis Mehmeti, se janë lojtarë me të parë sulmuese, se dojnë me lut para. Ky e ka një ide fikse se tonë duhet më kënë të njëjtë, tonë duhet me lutë pothuajse të njëjtën futboll, luftarak, mbrojtje, ku mendojnë vetëm për dy luftime e gjëra të tilla, dhe për ta ka ngel pa ja aktivizu lojtar të tilla. Tash, një lojtar si Taulan Seferi i ka pëlqyer shumë, vetëm se lufto ka shumë nëpër fushë, jep të shpirtin fushë. Në rregull. Ky gjë e bani, por nuk mund me lutë me një sulmues si mendon më shumë për mbrojtje se sa për sulm. E këto më duket e ka problemin me lojtarë se janë Anis Mehmeti e këta. Beson se do të kemi përplasje në fushë në ndeshjen e Leskovacit, pra mes lojtarëve tanë dhe lojtarëve të Serbisë, mendon se do të jenë shumë të ashpër serbët se sa u treguam ne këtu në Tiranë me ta, edhe fizikisht dhe me ndërhyrit me sparkatat. Ja, besoj më pagan nesha në Beograd kishte mujt me ndodh kja punë, përderisa e kanë marrë masat e kanë çuar në Leskovac. Unë për vetja shoh shumë vështirë, edhe prej kësaj bashkëpunimit që kanë për Europian, besoj se federatat i kanë marrë tëna masat që munden me marrë dhe ka më bë neshje gati sikur në Tiranë, ku nuk losin 100% lojtar, me thënë drejtën. E kuptoj. Okej, Rediane, për ta mbyllur, dua bëjmë një diskutim që ndoshta kemi bërë shumë herë, por që ja vlen përsëritet edhe tani. Gjithmonë janë dy anë mendimesh, ti varet se kë mendim kërkon të mbështetesh për të gjetur arsyet e tua. Për shembull për Armando Brojan, kemi Armando Brojan dhe disa thonë që është ky lojtari i cili nuk ka luajtur prej kohësh te Burnley, lojtari i cili ka luajtur kaq dobët te Shqipëria në ndeshjet e fundit, dhe ndoshta nuk meriton më as ftesën te Shqipëria. Por nëse marrim një linjë tjetër mendimi,
Armando Broja do shta është ai futbollisti I cili nuk është në formë as sot e kësaj dite që flasin, por luajti në shtator kundër Serbisë në Tiranë dhe I la targën 2-3 herë Pavlovicit, mbrojtës titullar të Milani, dhe futi 2 topa në zonë të cilat nëse do të ishte një sulmues tjetër përveç Rimanajt dhe do ta kishte bërë detyrën e tij për ta sulmuar zonën, ishte vetëm një shtyrje topit në rrjet, si më thënë, ishte një gol I falur. Kështu që ti kë nga ato dy anën mbështet më shumë te ky Broja I cili është djegur, si më thënë, ka mbaruar punë dhe nuk duhet të thritet më nga Shqipëria derisa të t'i vi një dush I ftohtë, apo beson se ka disa sinjale edhe në këto momente kaq të dobta, sepse ky lojtar I kaq I dobët që ka 2 vite, 3 vite pa shnuar gol dhe pa luajtur futboll, po e turpëron Pavlovicin I cili është mbrojtës titullar te Milani dhe që del gjithmonë në media, çdo diel, pra duke luajtur gjithmonë dhe duke bërë asistime apo gola. Shiko, për rastin e Brojes, dihet se vetëm vazhdimësia I mungon këtij lojtarit. Si shta vetë, kur një lojtar që nuk ka lut as 90 minuta rregullisht, shkon në qeshore luan kundër Pavlovicit, se kënde me kushujt supermbrojtësi I Milanit dhe turpëron 2-3 herë, aty tregon se ky lojtar ka tepër cilësi dhe është lojtar cilësor. Problemi I tij është, siç thash, vazhdimësia. Ky mundet me lut 45 minuta ose maksimum 1 orë në nivel shumë të lartë. Po pastaj ky konsumohet totalisht. Atëherë e shef to ecë nëpër fushë, atëherë bëhen edhe me nerva tifozët e trajnerët se thonë çka ka ky lojtar se nuk den as me luftu. Për thjesht I mungon forma fizike, I mungon vazhdimësia dhe për ta nuk mund presim as në tetor se ka me lut ky 90 minuta kundër Serbisë në nivel shumë lartë. Ky nështë ta luan 45 minuta, 50 minuta e pastaj si rregull duhet me zëvendësu, sepse duhet me pas lojtar që janë gati gjithmonë aty. Na nuk kena ka shkojmë pa thirr, sepse nuk kena zëvendësu sti dhe ka cilësi sa na duhen. Na duhet se tip lojtarit. Por besoj se duhet me shqyrë si me menaxhu më mirë. Dhe shpresojmë se vjen në format mirë. Për deri tani nuk është se është të lutë shumë për Burnley. Shpresojmë se për një javë 10 ditë se kanë met, nështë ta rriti fije më shumë nivelin dhe ban paktet 1 orë të mirë. Me bëj 1 orë të mirë me Serbinë në rregull. Tamam. Redian, kush mund të jetë eroi I Serbisë, I Leskovacit më saktë për Shqipërinë? E di që nuk je shumë pozitiv apo optimist për atë se çfarë mund të arrijnë në Serbi, por në mendimet e tua më pozitive të mundshme, kush mendon se mund të jetë ai eroi I Shqipërisë që mund të zgjidhë ndeshjen dhe mund të shnoj golin e fitores ose më që mund të bëjë super performancë në Serbi? Mund të jetë Armando Broja apo mund të jetë një tjetër futbollist? Kush të bën ty më shumë? Jo, shiko, unë optimist fort nuk jam dhe nuk kam arsye për më kënë, por nuk është se është e pamujtur me fitu aty. Mu më kujtohet Nations League se fitu me jashtë me Ukrainën, fitu me dhe jashtë me Gjërgjin, që ishte të kalu. Me Gjërgjin, po, ishte prova e vërtetës. Ishte tamam një ekip në super form dhe na shku me Rome. Ishte paruar edhe një stadium I cili buqiste dhe ishin rreth 60.000 njerëz, duket se do ta shhynin ato kangjëlla dhe do hynin në fushë, ishte pak a shumë si Beogradi, më kujtohet aty. Fiks, ishte atmosferë e zjarrtë dhe ishte ndeshje me rëndësi, edhe lut me shumë mirë. Aty ishte heroi Aslani. Dhe në fakt, kohët e fundit te Torino atë më pëlqy shumë si lojtar. Unë e kam kritiku, edhe me vene kam kritiku tash I vit e gjys, sepse ka mungu pak personalitet, ka mungu pak vazhdimësi edhe ky, por deri tani ashtu më pëlqy shumë te Torinoja, dhe besoj nëse kena me pas një heroi, mund të jetë Aslani, edhe prej penaltis nështë. Po. E urojmë atëherë Redian Ara, shumë faleminderit që ishe në këtë analizën e. Shumë faleminderit, kënaqësi gjithmonë. Përshëndesjem.